hapet përfundimisht për qarkullimin e automjeteve tuneli i Llogoras, një prej veprave infrastrukturore madhore të qytetit të Vlorës, i cili premton lehtësimin e qarkullimit rrugor në fshatrat drejt jugut, teksa qarkullimi i automjeteve do të jetë totalisht pa pagesë deri në datën 15 shtator. Për shkak të interesit të lartë të automjeteve për të kaluar në tunel në orët e para të mëngjesit, aty është konstatuar trafik i rënduar i automjeteve në hyrje të tunelit të Llogoras. Qytetarë, drejtuesit e mjeteve, në orët e para të mëngjesit kanë pritur në radhë për të kaluar drejt jugut. Trafiku që ka zgjatur deri rreth orës 9:30, ku fluksi i automjeteve ka ardhur në rënje për shkak të hapjes së tunelit dhe ku pjesa më e madhe tyre kanë kaluar në drejtim të fshatrave të Bregdetit. Hapja e tunelit ka sjell fluks të lartë lëvizje, duke shkaktuar vonesa në qarkullim, të cilat më pas janë normalizuar. Tuneli, i cili u hap këtë të shtunë për të gjitha automjetet, përveç se atyre të tonazhit të rënd, të cilat nuk do të lejohen të kalojnë në të, por do të qarkullojnë përmes qafës së Llogoras. Qarkullimi në to do të kryhet vetëm në një prej tuneleve, i cili, edhe si sezoni veror të kaluar, do të funksionojë po njësoj me 2 sense qarkullimi. Ndërsa sipas informacioneve, tuneli tjetër i Llogoras është gati thuajse i përfunduar, por ai do të funksionojë në raste emergjente. Ky tunel do të hapet në ditët ku ka fluks të lartë të automjeteve që zgjedhin fshatrat e jugut, dhe ky fluks do të jetë i lartë deri në momentin kur fluksi do të normalizohet. Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës, Belinda Balluku, njoftoi një ditë më parë se qarkullimi në tunel do të jetë falas dhe pa pagesë deri më 15 shtator në mbështetje të sezonit veror, dhe më pas pritet që në të vendoset një tarifë fikse. Punimet në këtë tunel kanë përfunduar, çka do të thosë se ai nuk do të mbyllet më për qarkullimin rrugor të automjeteve, teksa pas 15 shtatorit, qarkullimi i mjeteve do të jetë përkundrejt një pagese. Tuneli i Llogoras është një prej veprave infrastrukturore rrugore më të rëndësishme të qytetit të Vlorës, i cili është me një gjatësi prej 6 kilometrash. Ky tunel shman kalimin nga qafe Llogoras dhe pritet të lehtësojë ndjeshëm udhëtimin drejt jugut të Shqipërisë. Shpejtësia e lejuar në tunel varion nga 50 deri në 80 km/h, ndërsa për gjatë verës pritet të kalojnë deri në 10.000 automjete në ditë. Ai shkurton distancën nga 35 minuta, qarkullim rrugor nga qafe Llogoras në vetëm 7 minuta, teksa prej këtij sezoni veror pushuesit dhe turistët do të mund të qarkullojnë dhe në një tjetër destinacion, si aksi rrugor Palas Dërmi, për të shmangur të tjera kthesa në fshatrat e jugut.